Glukoza është e dyta, që ata e preferojnë. Kështu që dhe këtë do ta sugjeroja. Parazitët po ashtu ushqehen dhe kanë. Do t'ja sugjeroja nënave që të mos u japin fëmijëve në mëngjes ushqime me karbohidrate, por ta fillojnë me proteinë, pastaj karbohidratin më vonë. Sepse karbohidrati kur konsumohet esër me stomak bosh, do të kthehet krijon është një gjë, trupi ka aftësinë që gjatë gjumit, dhe nga ora se ne ushqemi për shumë dhe në ora 7 dhe në ora 10 ka aftësinë që të bëjë një detoks të trupit të vetvetes. Në qoftë se ne fillojmë me sheqer, e ndërpresim lloj detoksi. Kështu që do ishte mirë që ta fillonim me një arsye më shumë, pra për ta nisur me proteinë mëngjesin. Është më mirë dhe është edhe ajo e mbrojmë fëmijën ton nga një insulin rezistencë kronike që do krijohet, sepse ne të gjithë, duke përfshirë dhe veten time, e kemi filluar gjithmonë mëngjesin me tëmbël. Jemi edukuar kështu. Një briosh dhe një kafe. Dhe kjo ka qenë një farë mënyrë krimi një insulin rezistence në mënyrë kronike në organizmin tonë, që e ka çuar një obezitet, në një gjendje prediabetike, dhe po të shohim mosha, pesha tek fëmijët nuk është aq brenda normave, percentilve normal, siç kemi qenë për shembull në kohën tonë, para 20 vitesh mund të themi, ose para 30 vitesh.